Kryetari i Bashkisë së Stambollit, Ekremi Imamoglu, i cili u arrestua me akuzën se ishte i lidhur me një grup të përfshirë për korrupsion, rishfet dhe ndihmë për aktivitete terroriste, ka përfunduar dhënien e dëshmisë për më shumë se 5 orë. Kur u pyet për pasurinë e tij të paluajtshme, automjete dhe asetet e tjera, Imamoglu përgjigj se i kishte deklaruar të gjitha pasuritë në organet përkatëse dhe se paga e tij mujore ishte rreth 6.000 euro. Po ashtu, kryebashkiaku i Stambollit mohoi akuzat për mbështetje të një organizate terroriste që autoritetet turke ja kanë atribuar atij. Imamoglu pritet të dalë sërish para gjykatës sot, ku edhe do të merret një vendim për lirimin ose burgosjen e tij. Duke qenë se ka informacione se kryebashkiaku do të merret sërish në pyetje sonte, opozita bëri thirrje për protesta të reja. Autoritetet turke kanë arrestuar 344 persona në protestat e zhvilluara gjatë natës. Ministria e Brendshme tha se arrestimet u bën për të parandaluar çrregullimin e rendit publik dhe paralajmëroi se autoritetet turke nuk do të toleronin kaosin dhe provokimet.